Gjithsesi, unë i kam disa pyetje të përgatitura që janë pak më personale. O, patjetër. Ndoshta nuk të bezdis kjo gjë, sepse njerëzit duan të dinë, apo ardashtë duan të dinë, ndoshta edhe për çështjet personale tuat. Kjo është ajo ana tjetër e medaljes kur je i famshëm nga njerë. Okej, çfarë të bën më të lumtur këto kohë? Këto kohë më të lumtur. Kështu tamam, me në të rëgu. Po, atëhere, këto kohë... Sepse duhet përgjigjes edhe shkurt. Atëhere një përgjigje të shkurtër fare. Këto kohë më bën më të lumtur, do më thënë, këto kohë jam shumë e lumtur që po rri më shumë me familjarët e mi, sepse duke qenë larg, edhe kjo ndoshta po qëndroj, po pushoj pak më shumë dhe kjo po më bën të lumtur. Po e themi me këtë përgjigje që jam afër familjarëve të mi. Çfarë të mungon më shumë? Më mungon, nuk do thoja, nuk e di, për momentin nuk më mungon asgjë. Për momentin jam, vërtet, faleminderit, Zotit jam e përmbushur, nuk më mungon asgjë për momentin. Unë gjithmonë them këto nuk më mungon gjë, po momentalisht vërtet jam e plotësuar, sepse po realizoj gjërat që dua dhe jam në vendin e duhur me... Momentin e duhur, në kohën e duhur, po. Prandaj edhe nuk të mungon asgjë. A e njeri që lidhet me njerëzit shumë? Shumë. Jam shumë sociale vërtet, edhe kjo më pëlqen tek vetja. Më pëlqen sepse njeriu do t'jetë sa më... Ta shpreh ato që pse jo, të lidhet me njerëzit, ta shpreh, t'jesh sa më solar, sa më i lidhur dhe ky virtyt do ta quaja shumë, nuk e di ku kam ngjarë për këto, por jam shumë sociale dhe më pëlqen kjo tek vetja sepse lidhem shpejt me njerëzit, duket sikur një prej kohësh dhe më bën mirë, më bën të ndjehen mirë kjo. Ai është zhgënjyer? Zhgënjyer. Nga gjitha këto sjellje? Ndoshta nga që unë nuk krijoj shumë pritshmëri, të respektoj shumë, të dua shumë, por që nuk krijoj pritshmëri, nuk dua që ti të ma kthesh ose krijoj pritshmëri dhe zhgënjimi mund të nuk ka njëri që s'është zhgënjyer, por ndoshta s'më ka prekur shumë sepse s'kam pas shumë pritshmëri dhe nuk e kam vendos në atë pjedestal që mund të zhgënjehem shumë. Edhe okej, do më thënë, ndoshta më vonë janë zhgënjur ata më shumë se sa unë po, që kanë thënë, po. Qa humbëm na? A fal letë? Nuk e di vlera pse harroj kaq shpejt. Ti mund të më bësh mua, do më thënë, nuk e di, për do një gjë të madhe se s'm ka ndodhur, por që harroj shumë shpejt edhe fal. Për momentin ndihem keq dhe them, jo, ndihem shumë keq për momentin, më vrasin gjërat sepse e kam shpirtin shumë pastër dhe kam shumë seder dhe i bërë gjërat me shumë pastërti. Atëherë i vje që fal? Po nuk e di, do të për momentin them nuk fal, po pastaj harroj çfarë më ke bërë, nuk e di pse kam harroj. Okej, një pyetje tjetër, kur je keq, edhe pse nuk më dukesh që je keq asnjëherë, nga kjo bisedë që kemi, kur je keq, kujt i telefonon të parit? Kur jam keq, nuk telefonoj e mbaj gjithën për vete. Nuk jam tip, sepse kam shumë edhe familjar të mirë që ku janë keq, të marrin direkt në telefon, u bën ami. Unë më ndodh diçka, do më thënë, nëse unë jam keq, unë kur nuk ta shpreh ty, vetëm kur jam mirë, po. Kur jam mirë të marrë, kur nga ndodh diçka e mirë. Kush është ai person që e merr me njëherë, kur je mirë? Kur jam mirë, marr motrat e mi, motrat edhe mamin, edhe babi, edhe familjen. Kush e hap telefonin i pari, po duke? Familjarët marrë, kur jam mirë që ndodhi kjo, edhe ja u shpreh ato. Kurse kur jam keq, më duket sikur do i mërzis. Duhet me mbajt për vete. Do i mërzis edhe ata, edhe është e kotë, sepse a do rregullojnë gjë ata, jo. Kush do qoftë ai, si mik, si familjar, përderisa nuk të rregullon punë njeri, më mirë mos e shpreh. Paktën baje për vete ato që se do kaloj, do më thëmë mësoj vetën t'i kalosh gjërat, t'i kalosh me lehtësi, mos e merr më afër zemrës, sepse merri mos i përfaqësore, e kalon dhe mos e mërzit tjetrin kohë, sepse tjetrin mund të jetë edhe më i ndjeshëm, mund ta përjetoj më keq dhe e di çfarë do thotë që të ndihesh keq, edhe unë më mirë të ndihem unë se sa tjerë. Duke shumë empatike, ndjeshme, edhe i mban për vete gjërat, për kur ke qartë për herë të fundit?
Kur kam qarë për herë të fundit, nuk e di për çfarë isha duke u lutur. Unë besoj shumë Zot edhe nuk e di, kam qarë para 2 ditësh. Po lutesha për diçka edhe nuk e di pse qaj kur lutem, gjithmonë, jo vetëm këtë herë, po kam qarë, para 2 ditësh kam qarë. Jam shumë e sinqert për këto, do më thonë, edhe ishte pyetje shumë e mirë si pyetje, sepse është e vërtet që para 2 ditësh po lutesha dhe nuk e di, më vjen për ta nxjerr atë që... Atë që e mban brenda, po. I beson pyetja e fundit, për të mos bezdis më shumë, për ty është më arsyeshme zemra apo arsyeja? Kësë gjithë, zemrën apo arsyejen? Në dashuri? Në dashuri. Atëherë, unë mundohem shumë, do më thonë, në zemrën paraprakisht, por që edhe arsyejen nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoj arsyejen asnjëherë sepse zemra mund të çojë në drejtim edhe të gabuar, do më thënë duke ndjekur, do më thënë, gjithmonë zemra që në drejtimin e duar, por ndoshta janë njerëzit e gabuar që ti mundosh t'ju falësh pastërtinë tënde, dhe në atë moment futet arsyeja. Dhe më pëlqen shumë që ndoshta 70% zemër dhe 30% arsye. Okej, unë kisha me shku 50-50, po ti je aq zemër mirë, sa që mund... Po, 30% arsye që të ndihesh mirë, sepse kështu ndoshta ndihesh edhe më plotësuar, sepse zemra të bën ndihesh e plotësuar, kurse arsyeja ndoshta të bën të ndihesh komod. Po zemra duhet të ketë një arsye pse dashuron.